Rrugtimi të Big Brother Albania VIP 4 I erdhi fundi. Nesër mbrëma është finalja e madhe, një finale ku do të shpallet një fitues. E të gjithë e dim që ai do të jetë Gjesti. Por mua ky rrugtim ka nisur që me datën 18 tetor në Troçme Redin, nisi me Big Brotherin e Kosovës, e unë si Gjesti u zhvendosëm dhe komentova Big Brotherin e Shqipërisë. Ka qenë një Big Brother me dinamika të forta, ka qenë një Big Brother ku fatkeqësisht fjala më e përdorur apo veprimet më të përdorura ka qenë drejtuar dhunës. Ne jemi një shoqëri që e vuajmë shumë fenomenin dhe dhunën fizike, kudo apo në çdo mjet. Ne e kemi thënë që nuk duhet dhe nuk duhet të ushqejmë dhunë, por në një realitet, në një lojë si Big Brother, ku le të themi banorët nuk janë në qetësinë e tyre maksimale, por janë në presionin e lojës, kanë treguar dhe kanë dhënë dhunë. Do të komentoj në këtë Troçme Redin që ndoshta mund të jetë I fundit për sa I përket lojës brenda Big Brotherit, por jo jashtë saj. Dua të komentoj dhe të analizoj pse e shohun fitues Gjestin. Kur u fut në atë shtëpi, ai nuk njinte askënd, as një personazh, as median ku po fuste. Ai u mor, le të themi, në një gjuhë paksa jo të këndshme, ai u mor nga rruga dhe u fut brenda një loje ku në orët e para ai ndryshoi gjithçka. Ai ndryshoi dinamikën e lojës, ai tregoi që banorët janë jo shumë dashamirës ndaj lojtarëve të ri që bëjnë pjesë e formatit, ai tregoi që banorët janë agresiv, ku u cënua territori. E në fakt territori nuk është si askujt, është vëllai të madh, qua lë banorëve dhe ai që është me zoti, di ta menaxhoj dhe di të bëj lojën më dinamike. Ky rrugtim I Gjestit nuk ka qenë I lehtë, ka qenë I mbushur me situata të ngarkuara. Qoftë situata të mira, por edhe qoftë situata negative. Dua të ndalem në një pikë shumë thelbësore. Për mua, por edhe për një pjesë të publikut, duhet të dhë mesazhe dhe duhet kuptuar që Big Brother është një lojë. Big Brother nuk është një patent për të, le të themi, ushqyer apo për të krijuar modele. Personazhet që futen aty përfaqësojnë veten dhe janë pjesë e një loje ku patjetër ka dhe do të ketë gjithmonë larmishmëri të personazheve, të karaktereve dhe përballë ata ka një sfidë. Ai që mbijeton, ai që bën lojën më dinamike, ai që bën lojën le të themi që pëlqet nga publiku, por edhe ai që shkon tek secili, tek çdo banor, nga më I madh dhe tek ai më I vogli. Loja I Gjestit në Big Brother sigurisht ka qenë me të gjithë banorët, por më së shumti ka qenë e drejtuar në lidhje me Eglin. Por para se të shkoj në raportin e tyre, dua të ndaj një mendim tim për sa I përket fituesit që sipas të tjerëve duhet të ketë bagazh dhe duhet të jetë I mirë informuar, pra të përcjell mesazhin e një njeriu intelektual, e një njeriu që jep mendime apo edhe ka informacione në fusha të ndryshme. Patjetër që figura të tilla I bën mirë një shoqërie ku e ndjek Big Brother. Por le të jemi të drejtë për drejtë dhe të jemi të sinqertë me veten tonë pikë së pari. Nëse unë dua një informacion, nuk pres ta marr nga Big Brother. Pasi aty, më së shumti, të gjithë jemi të interesuar për marrëdhënie se si do të kenë me njëri tjetrin, për se si këto marrëdhënie ndërtohen ato lojë, si përdoret loja për këto marrëdhënie, kush bën dinamika, kush tregohet I fortë dhe kush tregohet I dobët. Ky është qëllimi edhe I një formati si Big Brother, ku brenda ka në thelb lojën, se sa lojtar tregojnë personazhet, se sa të lehtë e kanë ata le të themi për ta hequr petkun e madhështisë së VIP-it dhe të përballen me situata qoftë të mira apo edhe qoftë situata të këqija. Nuk bie kurse si dakord që paragjykohet apo le të themi vishet Gjesti me një mentalitet që nuk duhet ta fitoj pasi nuk ka një background dhe nuk ka një shkollë. Kurse si askush nga ne që del dhe flet për Big Brother nuk e ka thënë që shkolla është gabim, kurse si nuk janë dhënë këto mesazhe dhe ndjehem thellësisht I prekur se si ende personazhe mediatik flasin dhe thonë që Gjesti nuk duhet ta fitojë sepse nuk ka shkollë. Për çfarë I duhet shkolla brenda Big Brotherit? Shkolla na duhet gjithë secilit në jetën tonë. Ne jemi në një jetë ku shkollën le të themi e kemi pothuajse të përditshme, qoftë atë ku marrim informacionet bazë, pra shkollën e detyrueshme, apo shkollën e jetës, punës, shkollën e miqësisë, ne kudo dhe në çdo moment mësojmë nga njëri tjetri dhe nuk është e hijshme që le të themi stigmatizohet dhe hidhet një lloj bullizimi apo duan që edhe disa personazhe të tjerë ta veshin që nuk ka rëndësi se ai s'ka shkollë, por ka drejt lojën.
E them dhe do ta them gjithmonë, ky format nuk shërben për të promovuar apo për të dhënë direktiva se si një rini duhet të shkojë, le të themi, në një rrugë, se mos e shumti shihet Big Brother dhe e paraqesin disa veta si një lloj modeli të një rinie. Duke komentuar lojën e Xhestit, gabimet e tij janë i cili duke komentuar lojën e Xhestit, po e nis me gabime, pasi të gjithë do të thoni pse e mbron kaq shumë dhe pse je pro ti. Gabimi i tij është që, le të themi, nuk i merr gjërat shumë me thelb. Pra, çdo provokim që është bërë ndaj ai, çdo ofendim që i është bërë, e ka kaluar me të lehtë. Çdo goditje që i është bërë, çdo prekje fizike që i është dhënë, apo çdo goditje në trup, ai, le të themi, e ka kaluar me të lehtë dhe, le të themi, sikur ka krijuar një lloj imunizimi në konstruktin e tij të brendshëm, pra nuk është prekur, le të themi, dhe nuk i ka vënë një limit, apo nuk e ka shfaqur, apo nuk e ka viktimizuar. E nëse ai këtë do ta bënte, sigurisht edhe do ta kritikoni pra sërish që pse u viktimizua kaq shumë. Për mua ai duhet, le të themi, ta ndjente më shumë thellësisht brenda tij një fjalë, pas edhe kur ai e lëshon vetë dikush tjetër, në rastin konkret tek Egli, që më së shumti, le të themi, ka pasur debate dhe fjalë të ulta, të rënda dhe denigruse, do ta përjetonte më mirë dhe ndoshta do të ishte më i kontrolluar në lëshimin e këtyre fjalëve. Pra, një gabim që nuk më ka pëlqyer. Nga ana tjetër, po them një të mirë. Më ka pëlqyer dhe do ta pëlqej gjithmonë Xhestin për humorin dhe për të gjithë situatat që e ka ngritur nga zero këtë Big Brother. Të gjithë e dim vaktësinë dhe cektësinë që kishte Big Brotheri pa hyrë Xhesti, pa modesti dhe pa ofenduar askënd, por ishte kthyer në një Big Brother që kishte disa ditë që kishte nisur, po u ngjante dhe tipte ndjesinë se ku kishte muaj që po ulonte Big Brotheri nga personazhe që ndoshta ishin të fjetur dhe nuk guxonin deri me provokimet që ka bërë Xhesti. Duhet të pranojmë që Xhesti ka bërë një lojë dinamike, një lojë ku i kanë nxjerr banorët me zara fantazia, askur se ka bërë. Do të thotë që provokimi i tij ka qenë ndoshta jo shumë aq i fortë sa shumë pretendohet që ka bërë një provokim, por ka qenë i qetë. Durimi i tij i hekurt e ka bërë ato një lojtar, le të themi, të fortë në ato lojë, edhe pse e kanë parajgjykuar apo e kanë bullizuar apo e kanë ofenduar që është një person, le të themi, i shtatë shkurtër, jo një muskuloz i madh. I kemi parë këta muskuloza që vetëm godasin gratë dhe gjuajnë me grushta me shpulla. Por nga ana tjetër, ajo çfarë dua të them, një aspekt pozitiv në lojën e Xhestit është se kur dhe në asnjë rast, në asnjë moment, ai nuk ka prekur njerëzit tek familja, nuk i ka prekur ata në profesion. Pra, këto janë dy mesazhe thelbësore për ata që kërkojnë mesazhe nga Big Brother. Mesazhi i tretë, për më i rëndësishmi për mua, është që në çdo situatë kur ai është dhunuar, është prekur, e ka treguar, edhe le të themi i ka thënë që stop, çfarë po bën, por nuk i është përgjigjur dhunës me dhunë. Unë kam thënë dhe them sërish që ne jemi në një krizë, jemi në një kaos ku të rinj sot ja të egër me njëri tjetrin dhe për një gjë shkojnë direkt te dhuna. E Xhesti, përkundrejt atyre që janë intelektual, që kanë diploma akademike apo e heqin veten të lartë në krahasim me tjerët, kanë treguar mungesa në këto aspekte. Pra, kanë qenë më agresiv, kanë qenë pro dhunës, kanë qenë dhe dhunues. E Xhesti nuk ka qenë as pak. Një moment po, që në mund të kujtoj, ka qenë në situatën me vezën me Vërselën, që aq shumë kanë komentuar dhe kanë gjykuar. Në një aspekt tjetër, nuk mbaj mend që Xhesti të ketë goditur fizikisht një person tjetër. Nga ana tjetër, Xhesti i ka dhënë të gjitha ngjyrat këtij Big Brotheri. E pëlqej pafundësisht që nuk ka pasur asnjë, le të themi, mburoj apo le të themi një merak për të treguar veten e tij në të gjitha ngjyrat. Ai ka guxuar në veshje, ka guxuar në stil, ka guxuar të pranoj veten hapur. E për mua, një njeri i tillë hecën shumë në Big Brother, jep edhe mesazhet e shumë kërkuara që kërkojnë që ky format edhe një fitues duhet t'i japi, të pranojmë veten, të mos ndjehemi inferior kur kemi përballë apo jemi brenda një qarku me persona të ndryshëm, me kualifikime apo me jetë dhe me background të ndryshëm nga i joni. Por mesazhi ende dhe më i bukur që ka dhënë Xhesti në këtë Big Brother, ai ka pranuar hapur, le të themi, gabimet që ka bërë kur ka qenë më i ri,
le të themi probleme që i ka sjellë familjes me jetën e tij jo shumë të mirë, duke u endur rrugëve për të kërkuar suksesin. Ai ka treguar që ka qenë përdorues i lëndëve narkotike, e pikërisht për gjatë këtyre muajve edhe në Big Brotherin e Kosovës, sa herë që ai ishte përballë një sfide, e nëse ka fituar, në një rast ku ka fituar në Big Brotherin e Kosovës, shumën e përfituar, ai tha dua t'ia dërgoj familjes. Çdo herë, në çdo situatë, në çdo mesazh, në çdo fjalë që gjesi ka thënë që kam bërë gabime dhe jam këtu për familjen time, jam këtu për të ndihmuar ata. Dhe ky patjetër që është një shembull i mirë. Pra Gjesti pas ka dhënë në këtë Big Brother shumë shembuj dhe shumë mesazhe të mira. Do të analizoj një pjesë tjetër. Ditët e fundit është diskutuar shumë që Gjesti nuk ka respekt për fetë. Përkundrazi, bëri një gabim që nuk duhet ta bënte, le të themi, me kryqin e Jozit, por ishte një veprim që kërkoi falje menjëherë. Nga ana tjetër, mbrëm, Gjesti kërkoi informacione nga Laerti për fenë e krishterë. Pra, nuk është një gjest që është bullizues ndaj fesë apo është diskriminues apo bën blasfemi, siç ka bërë Laerti me deklaratën e frikshme që tha që Allahu Ekber e thojnë personat që presin koka. Gjesti nuk i ka bërë këto gabime kaq mallore, nuk ka qenë ai që ka dashur apo ka hedhur për çare fetare, kurse si. Pse Gjesti është fitues, për mua është edhe ajo, kur ai është bullizuar në grup, është tallur në grup, i është përqeshur karriera, le të themi, i është përqeshur dhe është diskriminuar apo është gjykuar apo është mërnjanjuar pse ti ke ardhur nga Kosova, i është bërë në ditët e para, ai sërish ka qëndruar i fortë dhe me buzëqeshe ja ka dridhur siç e thotë edhe vetë. Një tjetër pikë pse e shoh Gjestin fitues është se ai ka shkuar tek çdo njeri, e thash edhe më lart, personazhe si Luiz Edhi apo dhe personazhe të tjerë që shkojnë tek çdo grup moshe publikut që ndjek Big Brotherin, për mua padyshim që është fitues. Padyshim që Gjesti ka shkuar tek çdo grup mosh, ka shkuar tek të rinjt që ka treguar, le të themi, një lloj adrenaline. Ka shkuar edhe tek mosha e dytë apo edhe tek mosha e tretë, që kanë parë një djalë çapkën, një djalë të hedhur, një djalë i cili ka energji për jetën, është pozitiv. Kur ka parë që banorët e tjerë, le të themi, kanë qenë në vështirësi, u ka qëndruar pranë, edhe pse mund të kenë hedhur goditje pas kurrizit. Këtë gjë e ka bërë, e ka qenë i dhemshur, e pikërisht ky është një tjetër mesazh që ai ka treguar në atë shtëpi, sado që ka qenë një lojë dinamike e fortë dhe me provokime. Kur banorët ka qenë në vështirësi dhe duke vajtuar nga situatat brenda shtëpisë, por edhe nga malli për familjarët, ai u ka qëndruar pranë, si ndoshta si një i rritur, edhe pse me një moshë të vogël, ai ka treguar që dëmshurinë e ka brenda shpirtit të tij. Për të gjitha këto, por për të gjitha, fenomenin që u krijua për Gjestin, për të cilin flitet nga mëngjesi deri në darkë në çdo emision, pasi të gjithë e dim që emri i tij shet dhe shet shumë mirë, ai duhet të jetë fitues pa diskutim mbrëmjen e finales që do të mbahet nesër mbrëma. Ky do të jetë një rrugtim i tij që nuk do ta harroj lehtë dhe për mua ai do të vijojë këtë rrugtim të Big Brotherit, një mekanizëm që formati i Big Brotherit duhet ta ketë dhe një ekran i madh si Top Channel sigurisht do që fituesi i tij të sjell apo të jetë prodhimtari për audiencën, e sigurisht që Gjesti si një artist këtë gjë do ta bëj, pasi të gjithë e dim kontratën që ka me Top Channel për menaxhimin artistik që ai ka. Pra nga ana tjetër, nuk është vetëm një palë që fitojnë, por janë të dyja dhe kjo gjë është më së mirë kuptuar. Siç e thash, ky Troç Meredin ka 6 muaj që jeton dhe dua thjesht nga zemra t'ju jap një faleminderit të gjithëve juve që jeni kthyer tashmë në një audiencë besnike dhe dëgjoni, le të themi, mendimet e mia. Nuk janë mendimet më të mira në botë, nuk janë analizat më të thella apo nuk janë qasjet më të bukura përkundrejt çdo personazhi, sigurisht që unë kam mbrojtur atë çfarë mua më është dukur e drejtë dhe kam gjykuar atë çfarë mua më është dukur gabim. Për gjithë personazhet mendoj dhe jam i drejtë në atë mendimin tim që kam dhënë. Kur ka bërë gabime, ja kam thënë gabimet. Kur ka treguar që janë mirë, e kam bërë. Ndaj, do ta mbyll me një faleminderit dhe padyshim që ky Big Brother sa vite do kalojnë,
do të kujtohet gjithmonë si Big Brotheri Besart Kelmendit, njeri me një ambicie dhe me një guxim dhe me një kurajo që kur nuk dorëzua. Ja pra, edhe pse po e mbyll sërish Jessica një mesazh, kur nuk duhet të dorëzohemi, sado që na ngulin thika pas shpine, sado që mund të jemi poshtë apo të jemi në një terren ku nuk njohim askënd apo as një situatë, ne, nëse kemi një shpirt luftarak, nëse kemi një shpirt të mirë, nëse kemi një shpirt ku pranojmë gabimet tona dhe japim mesazhe për tu, le të themi, për tu përmirësuar, sigurisht që duhet të jemi dhe do të jemi gjithmonë fitues.